Muftinia e Gostivarit ka bërë të gjitha parapërgatitjet e duhura për të përcjellë besimtarët në Arabinë Saudite për të kryer kushtin e 5 të fesë islame, haxhin. Në këtë kuadër bën pjesë edhe takimi informativ me besimtarët e rajonit të Gostivarit, në të cilën besimtarët u njoftuan me udhëhecit e tyre dhe ndëgjuan këshilla lidhur me qëndrimin në vendet e shenjta. Muftiu i Gostivarit, Sabaudin Zendeli, i cili si vjet është edhe antar i kryesisë së haxhit nga Republika e Maqedonisë së Veriut, bëri me dije se të gjithë besimtarët janë pajisur me viza dhe kanë pranuar vaksinat e nevojshme para nisjes. Ai tha se si vjen nga Gostivari, ka numër rekord njëjtëlinj, 457 së bashku me stafin e udhëhecëve dhe mjekëve që nëpërmjet Basisë Fetare Islame do të udhtojnë për tek vendet e shenjta. Njëherë duhet të dim se është numër rekord i haxhive të muftinisë së Gostivarit. Numri i përgjithshëm me haxhilerët dhe udhëhecit fetar dhe mjekësor përbëhet nga numri 475. Dhe këtu ky numër do të jetë ai i cili do të ketë privilegjin më të madh. Është ky numër cilën Allahu fuqiplot nga 2 miliard besimtarët që janë sot në glob, por zgjodhi këto 475 nga territori i muftinisë së Gostivarit. Dhe kjo është kënaqësia më e madhe të cilën duhet ta ndjejmë çdo njeri nga ne, sepse Allahu na ka dashur dhe ai dëshiron që të jemi pranë shtëpisë së tij, të jemi pranë më të dashurit të tij, pranë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mu më paraqet kënaqësi që të prezantoj para ju se kush janë hoxhallarët tanë të cilët do të jenë në shërbim të haxhilerëve. Koordinator i sivje i grupit të haxhive të muftinisë së Gostivarit do të jetë referenti i muftinisë Haxhi Arbin Efendi Osmani. Ndërsa do të kemi nder që në grupin e haxhilerëve të muftinisë së Gostivarit të kemi Magjistër Femi Efendi Elibi, një imam me përvojë shumë të gjatë këtu në territorin e Gostivarit, respektivisht në fshatin e Gotin, por ai do të jetë edhe në shërbim të haxhilerëve, ku do të jetë bashkërisht me grupin ton, kuptohet se do të ketë edhe përgjegjësi të kryesisë së haxhit. Dërsa udhëhecit fetar janë këto: Hafiz Tahir Efendi Alibi, Haxhi Etem Efendi Aliti, Haxhi Islam Efendi Nureddini, Haxhi Profesor Afrim Efendi Alia, Haxhi Afet Efendi Beadini, Haxhi Latif Efendi Ahmeti, Haxhi Shaban Efendi Idrisi, Fadil Efendi Adili, Haxhi Taib Efendi Ajeti, Haxhi Hamid Efendi Shabani, Haxhi Abduladi Efendi Shaqiri, Haxhi Mujdin Efendi Gjaferi, Mevludin Efendi Miftari, Musti Efendi Izdeti, Ibrahim Efendi Haliti, Qëndrim Efendi Zendeli, Aris Efendi Selimi, Haxhi Jonus Efendi Jonuzi dhe Haxhi Sulejman Efendi Idrisi. Gjithashtu, ka vitet e kaluara, Reisul Ulemaja ka qenë ai i cili ka dëshiruar dhe ka vendosur që gjithmonë për një jetlit haxhinicat tona të ketë një udhëhecë fetare, të cilat do të jenë në shërbim të tyre, ku për këtë vit Muftinia e Basisë Fetare Islame përzgjodhi një mualime e cila me dekada shërben në fshatin Gradec dhe do të jetë këtë vit në shërbim të haxhinisëve tona. Ajo është Nasfie Ajeti. Ekipin mjekësor gjithashtu e kemi një ekip i përkryer që do të jetë në shërbimin tuaj, duke filluar nga një doktor me përvojë shumë të madhe, por edhe 2 doktoreshë. Ndoshta jemi e vetmja muftini që kemi 2 doktoreshë, nga se shpeshherë në haxh doktoreshat janë më të guximshme, janë më shërbëese dhe janë më afër sidomos të nënave dhe motrave tona. Për atë, këtë vit kemi ekipin mjekësor të përbërë nga doktor Nasir Musliu, 2 doktoresha Besarta Jonuzi Ibrahimi dhe doktoresha Zenie Elezi Arslani. Sa i përket procedurave, ajo që gjithmonë kemi pasur kontaktin muftinia me çdo një haxhi që ka qenë kandidat për këtë vit. Kryetari i Basisë Fetare Islame, Reisul Ulema, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj,
Në fjalën e tij përshëndetëse, u tha një jetlime nga Gostivari me Rethir, se do të jenë bashkë me mbi 4 milion besimtar nga mbar bota, me të cilët së bashku do të qëndrojnë në vend të shenjta. Me shkuarje në Haç, ju jeni mysafir të Zotit dhe kryeni kushtin e 5 të Islamit, tha ai. Ju do ta përfaqësoni mbi 10 milion musliman të Ballkanit, atje si delegat të Islamit në kongresin e madh, shumë milionësh që do t'jetë në Arabinë Saudite. Për këtë shkak, vëllezër të dashur, t'jeni të lumtur dhe të gëzuar që i Madhi Zot u ka dhënë fuqinë fizike, u ka dhënë pasuri që t'i plotësoni kushtet për t'u nisur në vendet e shenjta. Walillahi ala nnasi hijjul beiti men istata'a ilayhi sabila. Dhe e dyta, vëllezër e miq të dashur, kujdes, shfrytëzonja kohën Haç. Donjëherë do ta kuptoni vetë ju se atje janë mbi 3-4 milion njerëz në një vend sa pollo, para mendoni 4 milion njerëz. Do të keni momente edhe të rënda, momente ku do të lodhi. Në ato momente është momenti i sabrit, durimit, si që tha muftiu. Unë e tham ndryshe dhe e majnë mend haxhit kur ju them. Sabrin do ta paloni, do ta rregulloni mirë, edhe do ta marrni në xhepat tuaj. Kur do t'u duhet, me njëherë do ta nxjerrni sabrin, edhe ai me njëherë u stabilizon në momentet e lodhjes, do njëherë vështirësive e kështu me radhë. Do me thënë, do të keni edhe momente ku do t'jenë pak më të rënda, ama mbani mend që ato momentet e rënda janë kujtesa që të t'u ngjiten trumë, do t'i mbani mend. Ju me më pyet mua, kam qenë 9, 10 herë, 8 herë, si kom llogarit. Kënaqësia më e madhe që e mbaj mend unë përveç Qabes, kur do të futeni në Qabe, është gëzim shumë i madh. Momentet më kujtimore që i mbaj mend dhe kënaqësi janë momentet kur dalim në Arafat. Ka rregull precis Arabia Saudite, nuk është e para 20 vjet dhe 15 vite. Ata janë dalja në Arafat. Ama tashmë nuk e nxehtë se në Arafat kanë bërë kushte që do ta kesh 20 apo 22 gradë, tamam që mund të të vijë edhe fllak. Pastaj kalimi prej Arafatit në Muzdelife, prej Muzdelife në Mine. Kur i hudh gurët në Mine, vërtet haxhit janë të lodhur. Duhet pastaj edhe 2 kilometre gjysmë deri te vendi Qabja ose hoteli. Vërtet është lodhja në ato momente. Ama kujtimi më i mirë imi janë që ata 2 ditë kur lodhe më tepër se asnjëherë. Për besimtarët nga Gostivari do të kujdesen 3 mjek, mesin e tyre e mjeku Nasir Musliu, i cili këshilloi që nëse dikush ka ndonjë sëmundje kronike, me vete të ketë terapinë e nevojshme dhe të bëjnë kujdes me ushqimin. Jemi të përgatitur në të gjithë mundësitë tona me medikamentet dhe të gjitha nevojat të cilat janë të nevojshme për këto ditë të cilat do të jemi në Haç. Është udhëtimi jonë në një vend ku kushtet klimatike janë pak më të ndryshme nga ne këtu. Janë temperaturat më të larta që na presin. Prandaj edhe kujdesi jonë, kujdesi juaj do të jetë pak më ndryshe se këtu. Rekomandojmë ne, po dhe këto rekomandime janë në rekomandimet të cilat i kemi marrë nga Ministria e Organizimit të Haxhit të Arabisë Saudite. Personat të cilët janë pak më të mëshuar, personat të cilët kanë sëmundje kronike, dhe të kujdeset
pak më shumë se tjerët në eksponim të temperaturave të larta. Rekomandimi jonë për personat të cilët janë me sëmundje kronike, personat të cilët kanë terapi të përhershme, mirë është që për këto ditë të planifikojnë terapinë e tyre, që këto ditë barët të cilët i konsumojnë duhet t'i kjenë me vetë, dhe ato të jenë në kutia originale, jo të shpëndarë. Është mirë që shumica e këtyre që kanë terapi të rekomanduar, të kjenë me vetë edhe ndonjë dokument nga ndonjë mjek të shënuara barët të cilët përdore. Rekomandimet tjera të tonët e të rekomandime nga Ministria e Haxhit të Arabisë duhet të kujdesen edhe në kujdes të higjienës, kujdes në ushqimet të cilët përdore. Si zakonisht ushqimet janë të organizuara, si që ndëgjumë edhe nga parafolësit në për hotele, por do kush nga ne të njerë mund të dalë edhe jashtë. Është mirë të kujdesen edhe në këtë kuptim. Në kuadër të takimit, besimtarëve janë shpërndarë dhe veshje tradicionale të haxhit, ihramet, shamit dhe mjetet e tjera, të cilat besimtarëve do të kompletojnë rrugtimin e tyre për të qenë mysafir të Zotit. Qëndrimi i haxhive të rinj në vend të shenjta do zgjas 27 ditë, derisa të kryhen të gjitha arritjet e haxhit. Këtë vit nisja për në haxh nga Gostivari do zhvillohet në 2 data, gjithsesi më 24 maj, kur nisen 2 grupe dhe 25 maj shkon grupi i fundit. Kthimi do të bëhet më 22 qershor.